Pas 2 vjetë e gjysë 3. Me thonë, ato 2 vjetë, vetëm më fëmija duhet t'i theksojnë fjallet e para, që t'ingujt e para, jo, për kundër ai kupton gjithçka që t'i them. Po. Në kupton mirë, po me fjalë, ende jo dhe kjo është brenga i më e madhe që binë gjumë dhe zgjohet më brengë. Edhe tash merret kur shkoj në shtëpi, ai më përqafon pas një fjalë dhe kuptoj që seriozisht. Të shen nga ekrani? Po, më sheh. Edhe shumë entuziazmohet, tepër shumë. Arta më bën foto kur jam në më thonë... Si reagon ai? Qa bën ai? Shumë, në më thonë, kërcen, qesh, e prek televizionin, mundohet me të puth, dhe kuptoj që ndonjëherë seriozisht nuk duhen fjalë me përshkruaj dashurinë. Edhe te ranari, ranari më ka bërë shumë më të qetë, të rushëm, por ndryshe edhe tash kur shoh edhe fëmijën në rrugë, ju e dini se edhe në Kosovë e ne ka shumë lipsar, më bën shumë më të ndjeshëm. Shumë më ndjeshëm, por edhe tani edhe rrjetet sociale ka shumë raste, është bota tani trethuar nga luftra dhe i bllokoj ato sepse e shoh onorin tim, domethënë çdo postim, dhe i bllokoj ato video, ato foto. Kuptoj. Gjenor, besoj, jam e bindur që nuk keni kursyer asgjë si familje për ta trajtuar djalin kudo. Po t'jetë nevoja deri në fund të botës, po qa thonë mjekët? Pra, qa është gjendja e ti, situata e ti, sa ka shpresë për një progres? Është shumë interesante sepse kemi bërë analiza shumë detajume, kemi bërë analiza qaka edhe që kanë shkuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe nuk i kanë zbuluar asgjë në kokë. Akoma nuk ka një diagnozë? Jo. Mjeku i fundit që është shumë i mirë në Shkup, është Maqedonës, më ka thonë, më falë që pysh diçka e keni pas dhe një prift apo dhe një hoqë, sepse s'di që t'ju them. Analizat janë kejtë okej, dhe vetëm, dhe më thonë, ka atë hiperaktivitetin, kaq. Se kur do të shërohet një zotë di, kjo është. Edhe i kuptoj gjitha ta prind që tani ka gati çdo i 2 fëmijë me kësi lloj probleme, por unë ndjej më shumë. Dhe zakonisht kur dëgjoj Lerona kësi probleme, i thom Martës kontaktoj, le të shkojnë të ato persona që kemi qenë ne, helbet ndoshta ato aty e kanë kurimin, sepse ne edhe në Kosovë vim shpesh, ku na thonë nuk kursejmë. Pa e një akoma në kërkim të një